koncepti për familjen ndryshoi plotësisht, koncepti për shtetin ndryshoi plotësisht, për shoqërinë ndryshoi plotësisht, dhe njeriu filloi të zhvishet gjithmonë më shumë nga disa virtyte dhe vlera që i kishte trashëguar, po themi, historikisht, edhe që ishin të informuara, pra të derivuara nga ajo që na thoshte feja. Po marr vetëm një rast fare të vogël. Në sociologji, teoricianët e sociologjisë, sociologët e njohur, thonë pak a shumë që ka dy, ose familja tradicionale dhe familja e sotme kanë dy dallime bazë tek funksionet që kryejnë. S'po hyj gjëra të tjera, po të marrim funksionet. Familja tradicionale kryen pak a shumë rreth 6 funksione. Një funksione ishte që ajo ishte një njësi ekonomike. Pra njerëzit, babai, nëna, fëmijët, ku diun. E para ishte një familje e madhe, ëh. Mund kishte 10 vet, 20 vet, 40 vet, sepse ka patur 3-4 vëllezër të martuar me fëmijë që jetonin në një 2-3 kurora brenda një shtëpie. Një dhe mund kishte edhe prindit gjallë, nuk ka edhe fëmijët, pra familje e madhe. Kjo shërben edhe si njësi ekonomike. Pra, të gjithë bashkë ishin ekonomia e familjes. Punonin në ar, merreshin në bagtin, mund kishte një mini komunitet që kishin, po. Pra, kjo është funksioni i familjes. Funksion tjetër është kontrolli seksual. Marrëdhënia seksuale kryhet vetëm midis burrit dhe gruas në martesë. Kështu ishte. Tjetër, ishte çështja e riprodhimit. Riprodhimi kryhet vetëm në martesë midis burrit dhe gruas në këtë lloj familje. 3. Kjo familje siguron të kujdesin për të moshuarit dhe kujdesin për të sëmurët. Vinte mosha plagë tjetër, bëri 60, 70, 80, ka nevojë për kujdes, ishte familja që kujdesi. Sëmuri dikush se një sëmur mund sëmurësh edhe 20 vjeç, edhe 10 vjeç, edhe 5, nuk ka mosh, por kryesisht moshat e moshuara janë më të predispozuara, kujdesi për sëmurin bëhen në familje. Kishte njerëz aty vazhdimisht shërbenin. Tjetra familja bën socializimin e fëmijëve. Sepse duke qenë familja e madhe kishin shumë fëmijë apo jo, rrinë me njëri tjetrin, flisin me njëri tjetrin, bisedojnë me njëri tjetrin, rriheshin, gëzoheshin, formoheshin, pra sepse shikoj njeriu e formon personalitetin e vet vetëm nga procesi i socializimit, asgjë tjetër. Lind në kontaktin e parë me nënën, pastaj babai, vëllezër, pra që aty nisin ato procese para socializuese. Pastaj do dalë ke lagja, ke rruga, ku diun, çfarë do bëj pra me fëmijët e tjerë, pastaj është shkolla, po gjithë ky proces jep e merr vazhdueshëm me gjithë njerëzit e tjerë, është ai që formon procedurën njerëzore. Pra socializimi kryen familje në atë periudhë. Familja tradicionale, familja e madhe. Tjetra ishte edhe zbavitja, kryen familje pak a shumë. Pra fëmijët e njëri tjetrin, por edhe të rritur, nëse s'kishte punë, ndark mund të bënin një muhabet, bënin një gjë, mund të këndonin, ku diun, mund bashkoheshin 2-3 vëllezër, 2-3 çuna xhajse, dhe fëmijët e mëdhenj mblidheshin. Kurse familja moderne nuk i kryen me këto funksione. E para një si prodhimi s'është, ajo se s'ka si tjetë se unë punoj pedagog, ime shoqja punon në televizion, ju punoni gazetar, bashkëria juaj mund punoj mjeke, pra nuk është një si prodhimi, sikush ka punën e vet dhe nga kjo pikpamje ti edhe mund të jetosh në vetë, edhe gruaja mund të jetojnë vetëm. Edhe unë mund të jetojmë vetë, gruaja mund të jetojnë vetë, sepse sikush ka punën e vet, apo jo. Pra nuk është një si prodhimi e përbashkët.